Problemi I parë që është që kur e ki një ligj të miratuar në kuvend, siç është ligji për të huajt, ligji për automjetet, ligje të tjera, ndryshimet eventuale në atë ligj, qofshin ato të përkohshme, për shembull shtyrja afateve, kështu me radhë, mund të bëhet vetëm nga kuvendi, apo jo. Kuvendi e miraton ligjin dhe kuvendi mund me amandamentu ligjin. Nuk ka drejt asnjë institucion në Kosovë. Pra, ky është vendim I paligjshëm. Është vendim I paligjshëm, se nuk ka drejt asnjë institucion në Kosovë, prej kryeministrit e poshtë, madje edhe prej presidentit e poshtë, që ka drejt me vendos për suspendim të zbatimit ligjit për një kohë të caktuar. Asnjë, për asnjë ligj. S'ka këtë bëj me komunitetin. Qysh është kjo, mundesh me na shpjegu se je marrë me ligje gjatë? Kur miratohet ligji dhe I ka dispozitat ligjore, dhe hyrje në fuqi, ligji për shembull zakonisht Kosovë e sponsorizon qeveria, shkruan qeveria, edhe pse edhe deputet kanë drejt, por zakonisht qeveria I bën ligjet, I çon kuvend, kuvendi I miraton, I amandamenton nëse ka nevojë, I ndryshon disa nena ashtu siç jam mendja dhe pastaj momenti që ai ligj votohet për herë të dytë në kuvend dhe shpallet në këtë gazetën zyrtare, ajo është ligj I zbatueshëm. Në momentin që ligji I zbatueshëm duhet mos zbatuar në plotni. Pavarësisht që aty mundet me pas gjithë nene dhe klauzola me cilat mund mos mu pajtuan e ti. Për shembull, që ta zëmën e ti jena polic, e kena aty një nën që na duket që është I tepërt. Po s'ki çare pa e zbatu. Dhe kryeministri ka të njëjtin obligim, sepse kryeministri buron nga kuvendi, domethënë qeveria është prodhim I kuvendit, I shumicës kuvend dhe I përgjigjet kuvendit. Dhe kur miratohet një ligj, këtë rast ligji për të huajt, ai duhet mos zbatuar në plotni. Ose, me thonë kështu, qeveria me pa që ka disa nene të cilat nuk po janë të zbatueshme, për çfarë do arsye qoftë, me I dërgu ato në kuvend, me bot debatin në kuvend, dhe kuvendin fund me vendos sipas debatit, në mënyrë racionale ose tjera. Për me shty ose me ndryshu ose... Me pranojmë për shtim në për shembull kalimtar, për shtim 2 nene kalimtare, kështu me radhë. Ka ligje dhe kushtetuta jon ka pas nene kalimtare. Kujtohet, kur ka qenë pavarësia mbi këshyre që kemi pas nene kalimtare. Që to vlen derisa ka pavarësi mbi këshyre. Në momentin që ajo përfundojnë edhe zbatimi këtyre neneve. Në ligjin për të huajt nuk ka kësi nene kalimtare. Dhe tash çka ka bëu kryeministri është marrëveshje me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, ka vendosur që me suspendu zbatimin e ligjit për një pjesë të caktuar popullsisë për një kohë të caktuar. Që është krejtësisht kriminale. Që është komplet e paligjshme, edhe është në mënyrë, domethënë uzurpim ose keqpërdorim I pozitës zyrtare që e ka si kryeministër në raport me sundimin e ligjit. E pse bëje pranon ligje të tillë? Kur dihet që nëse ne ligj tjetër, çfarë do të qoftë, abrogohet në këtë mënyrë, pra merret vendim mos mu zbatu. Bashkimi Evropian kishte reaguar dhe kishte kritikuar qeverinë pse po e shkel ligjin. Në këtë rast po e mirëpresin. Kjo është procesi negociator. Një gjë që na duhet me pas parasysh është që pavarësisht çka ka bëu Bashkimi Evropian, të cilat I kanë njeh, domethënë se Bashkimi Evropian në fund ka interes që marrëveshja procesi dialogut dhe marrëveshja e arritura më u zbatu. Është përgjegjësi institucioneve tona që me I përfill rregullat dhe procedurat ligjore të vendit. Jo e Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian nuk I intereson tek fund çfarë bëti. Bashkimi, nëse ti do me shkel kushtetutën tonë dhe ligjet tua, Bashkimi Evropian më thonë që kjo gabim pa s'ka çka më të bëj.